Përshëndetje nga unë Sara, sot do të flasim për energjinë gjeotermale. Energjia gjeotermale është energjia që merret nga nxehtësia e brendshme e tokës. Kjo nxehtësi krijohet nga proceset natyrore si shpërthimet vulkanike dhe djegja e mineraleve në thellësi. Energjia gjeotermale përdoret për të prodhuar elektricitet, për ngrohje dhe për ftoje. Avantazhet e saj. Është një burim i ripërtëritshëm. Energjia gjeotermale mund të përdoret pa kufizime, pasi nxehtësia e brendshme e tokës është e vazhdueshme. Është një burim i pastër, nuk prodhon dot ajri dhe ka emetime të ulëta të gazrave serë. Ka kosto të ulët operimi. Pasi është instaluar infrastruktura, kostoja e prodhimit të energjisë është relativisht e ulët. Ka disponueshmëri të vazhdueshme. Përdoret gjithashtu gjatë gjithë vitit pavarësisht nga kushtet e motit. Sfidat. Ka lokacione të kufizuara. Energjia gjeotermale mund të shfrytëzohet kryesisht në zona me aktivitet vulkanik dhe burime nxehtësie të thella. Kërkon investime të larta fillestare. Ndërtimi i centraleve gjeotermale kërkon investime të mëdha për shpim dhe ndërtim. Rreziku i shtërimit të burimeve lokale. Nëse përdoret në mënyrë të papërshtatshme, mund të shtërohen burimet lokale të nxehtësisë. Ndikimi mjedisor. Shfrytëzimi i energjisë gjeotermale mund të shkaktojë ndotje të ujërave dhe të tokës në disa raste. Pra mund të themi se energjia gjeotermale është një burim energjie i ripërtëritshëm, i pastër dhe efikas, i cili ofron mundësi të mëdha për prodhimin e energjisë dhe ngrohje. Megjithatë, prodhimi i saj kërkon investime të larta fillestare dhe është i kufizuar nga vendodhja dhe burimet natyrore. Me menaxhim të kujdesshëm, energjia gjeotermale mund të jetë një alternativë shumë e qëndrueshme për energjinë e pastër, duke ulur varësinë nga burimet fosile. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.